Qendra Albanian Excellence në bashkëpunim me Agjencinë Telegrafike Shqiptare prezantuan projektin e dytë Albanian Excellence 2013, i cili vjen pas suksesit të projektit të parë të realizuar në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Albanian Excellence 2013 do të sjellë këtë herë 101 histori suksesi dhe dinjiteti njerëzor të shqiptarëve që jetojnë jashtë rrojeve shqiptare. Ashtu si në edicionin e parë, Albanian Excellence 2013 do të finalizohet në muaj nëntor me një botim dhe një mbrëmje gala. Flora Nikola, presidente e qendrës Albanian Excellence, tha se pas kurorëzimit të Albanian Excellence 2012, ka vërejtur se publiku i ka kuptuar vërtet vlerat e këtij projekti që për herë të parë solli në vëmendje historitë të suksesshme të shqiptarëve që prej vitesh jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Njërisi e edicionit të dytë të Albanian Excellence është dhe përzgjedhja e personazheve mbi bazën e popullsisë. Është një bord që quhet bordi këshillimor, i cili hulumton, përzgjedh, propozon të gjitha emrat me CV përkatëse, të cilat i kalojnë pasaj një hulumtimi më të thellë dhe pasaj edhe një votimi në këtë bord për të hyrë në libër apo jo. Drejtori i përgjithshëm i ATSH-s, Gëzim Podgorica, njëkohësisht mbështetës i projektit Albanian Excellence, tha se në këtë edicion të dytë në faqet e librit do të zënë vend shqiptar të tjerë të suksesshëm, të cilët me heshtjen e tyre, por me një punë të spikatur në vendet ku jetojnë, i bëjnë ndërvetes dhe përfaqësimit tonë dinjitoz. Është shumë e rëndësishme të themi që ekselenca shqiptare është pjesë e krenarisë, pjesë e vlerës së kombit shqiptar. Meqenëse ekselenca shqiptare është tashmë në vëmendjen jo vetëm të institucioneve qeveritare, por është në vëmendjen e të gjithëve dhe është nder dhe pjesë e rëndësishme e kombit, ne punojmë që kjo ekselencë të promovohet në gjithë dimensionin e vetë, sa më pozitiv, sa më përfshirës dhe mundësisht të jetë e identifikueshme kudo që ajo është. Krahas edicionit të dytë, qendra Albanian Excellence dhe ATSH ka nisur punën për një tjetër botim, Berat Albanian Excellence, ku do të përfshihen 70 histori suksesi të beratazve në përbot. Vetë personazhet e këtij libri do të jenë protagonistë të aktivitetit Ditët e Beratit, që Albanian Excellence pritet të organizojë në 12 dhe 13 prill në Berat, në qytetin e UNESCO-s. Qendra Albanian Excellence ka atë agjendën e vet vjetore dhe deri në harkun e fundit të vjetor, që i bie nëntori 2013-s, të ketë një kohë relativisht të gjatë. Për këtë arsye ne menduam që të merren prefekturat e vendit dhe një herë në vit, domethënë përveç ekselencës të nëntorit, të ketë edhe një botim tjetër që i kushtohet një prefekture të caktuar. Kuptohet prefektura e Beratit, po ta marrësh në mënyrë formale, është menjëherë prefektura e parë e vendit, por njëkohësisht duke pas parasysh edhe vlerat që ka qyteti Berati, duke pasur parasysh edhe vlerat edhe shtrirjen e madhe që ka kjo prefekturë, menduam që ta nisim me Beratin. Organizatorët zbuluan se në kuadër të projektit Berat Albanian Excellence do të mbahet dhe një sesion shkencor në mjediset e Universitetit të Beratit, ku beratasit e suksesshëm, pjesëmarrës në libër, do të hedhin në një rezolut mendimet e tyre dhe propozime konkrete për përmirësimin e qytetit të 1 mbi 1 dritarëve.